ndërhyrje politike dhe ekonomike, presione, kërcënime dhe padi ndaj gazetarëve. Mungesë transparencë në prodhuesi në media. Mjedisi dhe klima janë të degraduar. Komisioni thekson, po citoj më poshtë, zbatim shumë i ulët i standardeve të BE-s. S'ka standarde këtu. Shqipëria është në koshin më të madh të plerave në Evropë. Menaxhimi i dobët i metjeve dhe ujrave të zeza, s'ka menaxhim. Derdhen të gjitha, asnjë plazh nuk ka blu në Shqipëri. Vendimarrja që dëmton zonat, vendimarrjet i marrin boshtë e drogës. I vënë syrin, këtë do e marrun, e marrin dhe spysin fare, le të jetë mbrojtur është mbrojtur. Qeveritar, shkoni pak tek pika e ministrës, kjo pika e vogël tek gjiri manastirit. Si është batje, beton krejta, më thonë po jo. Prokurimet publike janë dhe PPP-t janë burim kryesor i abuzimeve. Ne përshtasim. Ne po bëjmë një luftë të madhe për të faktuar shqiptarëve pikërisht këtë. Raporti analizon si më poshtë rreziqe të larta për mungesë transparence, marrëveshje me shtetet treta jashtë standardeve të BE-s. Hajde tani të gjejmë marrëveshjet ne. Do t'i marrim me radhë, ky ka firmos marrëveshje të fshehta. Por t'i Durrësit të tjera, po absolutisht. Progres i kufizuar në përputhje me rregullat e BE-s. Fare progres, shumë vërtet. Kontrolli i financave publike është i cenueshëm. Raporti thekson si më poshtë, zbatim të pamjaftueshëm të rekomandimeve të auditimit. Po këta vjedhin BE-n, mor zotëri. Këta vjedhin fondet e BE-s. Dhe jo vetëm kjo, krisa, jo. Edhe Lubia është e përlyrë shumë me fondet e kursimit energjisë, e investimet që bën Bashkimi Evropian për praktikat e kursimit energjisë. Të tëra janë abuzim, dhe vjedhje. Dobësi në sistemin antimashtrim. Imagjinoni. Amant Josifi nga territori Shqipërisë mashtron qindra mijëra investitor perëndimor, qytetar spanjoll, italian, francez. Dhe kreu i skapit thot nuk e hetojmë ne. Se është i lidhur me Olsi Ramen dhe për asnjë arsye tjetër. Do mos përputhjen me direktivat e BE-s për mbrojtjen e fondeve.